Me profesorin universitar Kol Krasniqi do të analizojmë rëndësinë e kushtetutës, shkeljet e vazhdueshme të kushtetutës, rolin e gjykatës kushtetuese dhe dilemat nëse gjykata kushtetuese është shfrytzuar nga politikanët për të arsyetuar vendimarrjen e tyre jo kushtetuese ose kushtetuese, sido që tjetë. Unë gjatë jeta, profesor Krasniqi. Mirëdita. Është kontrata themelore në mes të shtetit dhe qytetarit, garantuese po kështu jo vetëm për të drejtat, por edhe për funksionimin e shtetit. 18 vjet kaluan, çka është sot udhërrëfyes praktik a një dokument formal? Në realitet, pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës me 17 shkurt të vitit 2008, u nënshkrua fillimisht Kushtetuta e Republikës së Kosovës si akti themeltar juridik dhe ky nënshkrim është bërë me 7 prill të vitit 2008, dhe sa 2 ditë më vonë është ratifikuar nga Parlamenti i Kosovës. Këto është mirë opinionit të informohet se nënshkrimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës e ka bërë atë presidenti i Republikës, profesor Fatmir Sejdiu, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakub Krasniqi dhe kryeministri i atëhershëm i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi. Dhe kjo ceremonia e nënshkrimit ishte bërë në Bibliotekën Universitare të Kosovës dhe ishte një akt jo vetëm solent, por natyrisht ke krenarisë dhe i ngavnimit të lirisë dhe themelimit të shtetit pavarur të Kosovës, për cilën natyrisht ishin sakrifikuar me gjenerata qytetarët tonë. Kjo kushtetut ka hyrë në fuqi me 15 qershor të vitit 2008, do të thotë është ratifikuar nga Parlamenti i Republikës së Kosovës me 9 prill të vitit 2008, mirë po hyrja në fuqi e kësaj kushtetute është bërë vetëm me 15 qershor dhe ajo çka është detyrim ta potencojmë, kjo kushtetut është moderne, është demokratike dhe është e avancuar dhe si e tillë është ndërtuar sipas planit të Pakos së Ahtisarit, duke i respektuar dhe integruar standardet më të larta të Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Evropës, por edhe praktikat e mira të demokracive perëndimore. Sipas kësaj kushtetute ne jemi republikë, Kosova është republikë parlamentare, është shtet laik dhe multietnik, ashtu sipas planit të Ahtisarit, dhe sipas kësaj kushtetuese, kësaj rregullimit ton kushtetues është bërë integrimi drejt për drejt i disa konventave ndërkombëtare të cilat kanë fuqi detyruese për jurisdiksionin ton vendor. Tani profesor, nëse bëjmë një krahasim mes realitetit çfarë shohim e dëgjojmë për ditë dhe çfarë është në letër kushtetuta nga 2008 deri më sot, rrallë ndonjë qeveri nuk e ka shkel kushtetutën. Megjithatë, pse ndodh kjo? Pse shkilet kushtetuta? Është mungesë e njohurisë juridike në përgjithësi apo qëllimisht i kalon kompetencat nga ana politikanëve? Që nuk është kushtetuta e Kosovës nëse nga çfarë do aspekti vërejtohet dhe shiqohet, të gjitha dispozitat e saj na janë të qarta. Natyrisht se çdo një akt juridik ka dhe shprastirat e veta dhe nganjëherë backësit e funksioneve, sepse kushtetuta nuk po e shkelin qytetarët e thjesht, po backësit e funksioneve kushtetuese po e shkelin dhe ata janë kryesisht qeveria, por edhe kuvendi, aty këtu deputet, si dhe presidenca, janë rastet e caktuara kur ka dëshmi konkrete, do të thotë janë evidentuar numëri të rasteve të shkeljes së kushtetutës, dhe gjithmonë to shkelje bëhen me qëllim të përmes interpretimit të normave të caktuara kushtetuese me qëllim që ti siguroj vetit do të thotë drejta më të larta se sa ato të cilat i ka përcaktuar kushtetuta në mënyrë krejtësisht qartë dhe transparente për gjithë opinionin qytetar. Prandaj është mirë të theksohet se kushtetuta është akti më i lartë i cili paraqet
i cili natyrisht si i tillë duhet të respektohet nga çdo një qytetar dhe institucion i Republikës së Kosovës, dhe ajo çka është me rëndësi, ne duhet të krijojmë edhe mekanizma tjerë të përgjegjësisë, natyrisht jo vetëm politike, por edhe përgjegjësive të caktuara juridike sipas praktikave të vendeve perëndimore, për gjithë ata që shkelin kushtetutën e jo shkeljet e kushtetuese të cilat po ndikojnë natyrisht edhe në jetën demokratike të vendit, të metën të pa dëshkuar ose të metën për pa u sjell para përgjegjësive të caktuara politika ata që shkelin kushtetutën dhe ndikojnë edhe në imazhin, por edhe në stabilitetin politik të vendit. Po, si është e mundur që dikush që është i thirrur për të vepruar në bazë të kushtetutës ta shkel atë? Çka tregon kjo? Është mungesë e kulturës institucionale, tribalizëm në udhëheqje? Çfarë emërtimi i jepni ju? Shikoni, natyrisht është edhe një lloj i caktuar i mungesës së kulturës kushtetuese në vendin tonë. Disa natyrisht kushtetuta nuk po përcaktohet ashtu që duhet si normë supreme dhe detyruese për veprim nga gjitha institucionet dhe qytetarët e vendit, por shpeshherë ajo po shihet si një dokument final ose si një instrument politik me qëllim të realizimit të çfarë do aspirate ose qëllimit caktuar politik. Mirë, po në këtë aspekt është mirë të kemi parasysh se elitat e caktuara politike shpeshherë po veprojnë, sidomos në rastet kur shkelet kushtetuta po veprojnë sipas logjikës se do të thotë kemi numrat mirë, po jo edhe legitimitetin politik. Çka do të thotë kjo? Ata po veprojnë vetëm në sajat të legitimitetit politik, pa u respektu edhe autorizimet e caktuara kushtetuese të cilat ata mund t'i kenë, dhe këtë drejtim po vjen deri te shkeljet e caktuara dhe detyrimi natyrisht për procedim të atyre shkeljeve nga subjekt tjerë që janë të autorizuar sipas ligjit në drejtim të gjykatës kushtetuese me qëllim që ajo të merr vendimet e caktuara. Tani, profesor Krasniqi, kur shkelet një ligj, ka veprime pasoja për të. A ka veprime, a ka pasoja kur shkelet kushtetuta? E dim se kryeministri i Kosovës ka pas thënë një herë se ai që shkel ligjin është kriminal, ai që shkel kushtetutën është super kriminal. Ku është dallimi, ku janë pasojat juridike për shkeljen e kushtetutës? Deri me tani, ju dini se nuk ka pas ndonjë pasojë juridike ashtu qysh natyrisht ashtu si reflektohen to pasoja edhe në botën e jashtme, vetë po i shohim për shembull rastin e shkeljes së kushtetues, cilën e ka argumentuar gjykata kushtetuese në vitin 2011 kur ishte zgjedhur presidenti në mungesë të kuorumit, i cili çka ndikoi vetëm në sjelljen e një aktgjykimi, natyrisht ku kryetari atëhershëm i Republikës së Kosovës, i cili u zgjedh pa kuorum, më detyruar me dhënë dorëheqje, dhe është vetëm një përgjegjësi, do të thotë politike mirë, po jo edhe konsekuencat e caktuara tjera juridike. Mandej janë edhe një mori të rasteve tjera kur gjykata kushtetuese ka argumentu shkeljen e kushtetutës dhe natyrisht varësit e atyre funksione janë detyruar që të veprojnë në këtë drejtim vetëm që të tërhiqen nga veprimi mirë, po asnjëri prej tyre nuk ju ka nënshtruar përgjegjësive të caktuara juridike, cilat si tilla në botën perëndimore, sidomos në Bashkimin Evropian, qoftë se konstatohet se një person ka shkel kushtetutën, atë natyrisht se implikohen edhe çështjet e keqpërdorimeve të ndryshme në mënyrë individuale ose kolektive, dhe kanë edhe implikime tjera të natyrës edhe juridike penale, e jo vetëm përgjegjësitë natyrës së thjesht vetëm politike dhe kushtetuese. Kemi edhe çështje tjera, natyrisht ju dini për shembull në nënshkrimin e marrëveshjes për asociacion. Në këtë drejtim gjykata kushtetuese me një herë u detyrua që të shqyrtoj ato marrëveshje dhe konstatoi se ato janë nënshkruar, do të thotë dhe është marrë një obligim ndërkombëtar në kundërshtim me autoritetin kushtetues dhe legjislacionin kushtetues, i cili natyrisht i ka parapat disa rregulla, të cilat ato nuk mund të anashkalojnë ose të shkelen në interes të asnjë marrëveshje ndërkombëtare. Në këtë drejtim, edhe këtu duhet të potencojmë se sipas kushtetutës tonë, marrëveshjet ndërkombëtare kanë prioritet dhe duhet të zbatohen me përpikni, do të thotë ato kanë autoritet lartë dhe zbatohen
në mënyrë të pakufishme, mirë, po çfarë do në nënshkrimi i marrëveshjeve ndërkombëtare duhet të bëhet sipas kornizës tonë kushtetuese. Okej, çfarë është gjykata kushtetuese? Çfarë roli ka në një shoqëri kjo jona nëse shkelja kushtetutës është thjesht diçka morale dhe jo me pasoja juridike? A shndru kjo gjykatë në një arbitër të krizave që politika i krijon e që më pas duhet përcaktoj gjykata kushtetuese se kush ka të drejtë apo jo? Shikoni, është mas e vërtet se edhe gjykata kushtetuese gjithherë kur i ka marrë vendimet e veta, ato vendime shpeshherë janë zbatu, mirë po janë zbatuar nganjëherë edhe me vonesë, ose janë zbatu pjesërisht dhe në anën tjetër ajo çka shihet dhe natyrisht është dëshmuar në praktikë është fakti se gjykata kushtetuese e ka kriju një jurisprudencë, një praktikë detyruese natyrisht e cila imponon do të vendimet e veta janë imponuese dhe detyruese për zbatim nga gjitha mekanizmat e caktuara. Mirë po ajo çka po shihet kohëve të fundit është një kërkesë ose një ngarkesë e madhe e gjykatës kushtetuese përmes kërkesave të ndryshme, shpeshherë natyrisht të bazëve të funksioneve të caktuar, siç janë ju dini vazhdimsi ka kërkesa nga deputet të ndryshëm me qëllim të interpretimit të normave të caktuara kushtetuese, dhe ato norma kushtetuese sikur të kishte të qëllim dhe orientim të qartë. Ato natyrisht kuptohen në mënyrë krejtësisht të drejtë dhe nuk ka nevojë që ti drejtohet gjykatës kushtetuese, por vazhdimisht parashtrohen kërkesat e gjykatës kushtetuese me shpresë natyrisht që të sigurohen avantazhet caktuara ose zgjerim të kompetencave të caktuara të personat ose institucionet e caktuara vendore. Prandaj duhet të kemi parasysh se çdo gjë që lejohet politikisht nuk është e mundshme që mund të lejohet edhe juridikisht. Prandaj ka kufizime, gjykata kushtetuese ka vendos disa kufizime sidomos kreut të dytë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ku janë të garantuara disa parime të caktuara, të cilat si tilla në disa aspekte paraqisen edhe kufizim të sovranitetit tonë në raport me kushtetutat klasike të vendeve tjera. Tani kemi pasur edhe reagime nga politika, nga subjektet politike që ko pas kohe kanë ditur edhe ta sulmojnë një farforme gjykatën kushtetuese në përgjithësi. Për shembull, në gusht 2025, subjekti më i madh politik në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, ka pas shkruar publikisht në rrjetin social Facebook se gjykata kushtetuese e shkeli kushtetutën. Mund të ketë qasje të tilla politike drejt vendimeve të gjykatës kushtetuese? Është e pakuptueshme, natyrisht nuk është edhe normale në shtetet demokratike që në mënyrë krejtësisht të mobilizohen masat e caktuara dhe ose të keq përdoren rrjetet e ndryshme sociale me qëllim të krijimit të disponimeve krejtësisht negative të opinionit publik, ndaj kuj institucioneve më të larta dhe cilat si tilla janë garantues natyrisht sovranitetit, pavarësisë dhe të mbarvajtjes së funksioneve dhe të aktivitetit tonë shtetëror. Prandaj kërkesat e tilla ose akuzat e tilla janë krejtësisht pa baza, deri me tani askush nuk mund ta kontestoj në mënyrë të argumentuar vendimet e Kushtetutës ose ndonjërin nga vendimet e Kushtetutës, gjykatës kushtetuese, e cila ka mund të jetë e një anshme, tendencioze ose jo e bazuar ose jo argumentuar. Prandaj edhe ato deklarata ose ato akuzat cilat janë bërë më përpara kush e shkel kushtetutën, natyrisht është përdorur vetëm si marketing politik. Tani po e shohim se shkeljet e kushtetutës po i bëjnë do të thotë pavarësisht të gjitha gati subjektit politik, varësisht nga pozicioni i tyre parlamentar ose varësisht nga pozicioni i tyre qeveritar. Po mirë, një çështje tjetër, për shembull ju e përmendët në fillim të kësaj bisede se një pjesë e kushtetutës son rrjedh nga pakoja e Atisarit. Sot, bazuar në realitetin aktual politik dhe shoqëror në vendin ton, është plotësisht e përshtatshme që
një pjesë e kushtetutës son varet nga pakoja e Ahtisarit? Shikoni, disa norma të pakos e Ahtisarit janë edhe norma standarde në drejtim të mbrojtjes së minoriteteve në disa shtete të botës perëndimore, sidomos ato të cilat kanë një numër të konsiderueshëm të komuniteteve të ndryshme nacionale, dhe në këtë aspekt duhet të kemi parasysh se sidomos pakoja e Ahtisarit, e cila është inkorporuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ajo ka qenë një pako e cila kishte për qëllim mbrojtjen e komuniteteve në një shtet dhe në një periudhë të tranzicionit nga konflikte, nga fazat e konflikte në një fazë të shtërtimit dhe të ndërtimit të institucioneve të demokracisë. Kur mbaron ai tranzicion? Sidomos kjo votat e dy fishta të cilat janë para do të thotë jo vetëm vendet e rezervuara, se vendet e rezervuara nuk paraqisin ndonjë problem, por votat e dy fishta të cilat nënkuptojnë se asnjë vendim i rëndësishëm nuk mund të merret vetëm nga shumica parlamentare, do të thotë asnjë vendim me rëndësi kushtetuese nuk mund të merret nga shumica parlamentare e deputetëve, por kërkohet edhe pëlqimi i komuniteteve jo shumicë. Dhe në këtë aspekt pikërisht kjo çështje po ndikon në mënyra të ndryshme në paraqitjen e bllokadave të caktuara. Ne kemi raste të caktuara, të cilat natyrisht mungesa e votës së minoriteteve mund të paraqitet bllokada të caktuara. Dhe në këtë drejtim detyrimisht pas një kohë të caktuar, paraqitet edhe nevoja që të bëhen ndryshime në rregullimin tonë kushtetues, dhe ato ndryshime janë standarde të ndryshimeve të cilat i praktikojnë edhe shtetet me demokraci më të zhvilluara. Kur përfundon ky tranzicion për cilën ju folët? Shikoni, ky tranzicion ne nuk mund të themi se kur përfundon, po e dimi se në Kushtetutën e Republikës së Kosovës figuron në mënyrë të qartë dhe taksative edhe çështja e cila ka të bëjë me do të thotë ajo që ka shkruar në nenin 143 propozimit gjithë përfshirës, ajo është pakoja e Ahtisarit, natyrisht, e cila bën krejtësisht të detyrueshëm zbatimin e atij plani, asaj pakoja, dhe në këtë drejtim Kushtetuta e Republikës së Kosovës është paraqitet si një akt i cili natyrisht ka bashkëmendje të caktuar nga një dokument ndërkombëtar. Dhe në këtë aspekt është e pamundshme sipas rregullimit aktual kushtetues që të ndryshohet kjo pakoja për pa pëlqimin edhe të 2/3 të komuniteteve minoritare të cilat jetojnë këtu në Kosovë dhe i kanë vendet e garantuara sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Prandaj çfarë do kërkese për ndryshim duhet natyrisht që të sigurohet edhe pëlqimi i minoriteteve. Përndryshe, sipas rregullimit aktual kushtetues, është e pamundshme që të bëhet një ndryshim kushtetues. Po nëse do duhet të identifikonit, si të thuash, rrezikun kryesor për të ardhmen kushtetuese të vendit, cili do të ishte ai? Politika, institucionet, mungesa përgjegjësisë publike? Shikoni, në këtë drejtim unë besoj se vetëm ngritja e kulturës demokratike të vendit dhe respektimi detyrueshëm i Kushtetutës si aktin më të lartë, jo vetëm juridik, natyrisht, por mbi gjitha juridik, por edhe institucional, kjo kishte më ndikuar që edhe kishte më qenë një garancë për mbarvajtjen e gjithanshme të jetës tonë demokratike. Dhe nuk e besoj se ka arsye për shqetësim, Kushtetuta jonë është e bazuar në standardet më të larta të Bashkimit Evropian dhe nevoja për ndryshim natyrisht imponohet në saj të zhvillimeve të përgjithshme demokratike dhe sociale dhe ekonomike dhe politike të vendit. Mirë po aktualisht Kushtetuta e Kosovës nuk pengon në asnjë rrethon zhvillimin normal të vlerave tona kombëtare, çfarë do natyre qofshin ato. Profesor, që ta përmbyllim bisedën, dita Kushtetutës në Kosovë është festë zyrtare. Njerëzit pushojnë, të paktën në sektorin publik gjithsesi. Në këtë kontekstin ton publik, kur Kushtetuta shkilet shpesh, cili është kuptimi i festimit të ditës së saj? A do të ishte më tepër një ditë reflektimi, a do duhet të ishte më tepër një ditë reflektimi se sa një ditë festimi? Shembuj në botë nuk është se ka shpesh,
për ditë pushimi festë zyrtare për ditën e Kushtetutës. Mos gabofsha, Polonia ka, por jo të tjera vende. Mund t'i kenë 2-3 shtete në Evropë, mirë po tash paraqitet çështja. Dita e pavarësisë është ditë e shenjtë dhe natyrisht rekomandohet kudo nga çfarë do aspekti nëse se trajtohet dita e pavarësisë në një shteti festohet në gjitha shtetet e botës. Mirë po tani e kemi ditën e nënshkrimit dhe ditën e ratifikimit, por e kemi edhe ditën e hyrjes në fuqi. Natyrisht, kjo çështje, këto 3 ngjarje me rëndësi është mirë që të kujtohen, të respektohen përmes organizimit të ngjarjeve të ndryshme politike, kulturore, mbledhjeve solemne të parlamentit ose institucioneve të caktuara, mirë po vendosja kësaj date si ditë feste zyrtare shtetënore nuk praktikohet dhe nuk e ka ndonjë arsye tim edhe as lart për faktin se pikërisht kjo kushtetutë më tepër na obligon gjithëve që të punojmë dhe ta ndërtojmë dhe ta zhvillojmë vendin se sa të pushojmë, për faktin se mjaft kemi festa, është më së vërtetë se mjaft kemi festa natyrave të ndryshme këtu te ne në Kosovë. Po ndoshta edhe kemi arsye për të pushuar, profesor, sepse kemi dalë të jemi ndër popujt më të lumtur në botë, kështu që për ne mund të ketë kuptim. Natyrisht se po. Shikoni, ne jemi të lumtur dhe duhet jemi krenar dhe të ndërtohen arsye me qenë populli jonë krenar. Duhet jemi krenar për vlerat tona, për vlerat demokratike tona, për shkallën e zhvillimit, për kulturën politike e cila manifestohet për çdo një takim në parlamentin e Kosovës. Ne duhet të krijojmë vlera për krenari, natyrisht, mirë po nuk e besoj se edhe organizimi kësaj si ditë feste në rregull kishte me qenë, mirë po si festë zyrtare shtetënore, dita ratifikimit të një dokumenti i cili natyrisht nesër mas nesër mund të ndryshon ky dokument. Mirë po, sidoqoftë është vendimi i parlamentit dhe duhet respektuar dhe natyrisht çfarë do dite e pushimit i cili vjen u sjell kënaqësi nxënësave, studentëve dhe një pjesë të administratës e cila pushon këtë ditë. Profesor Krasniqit, falenderoj shumë për kohën që na kushtove në ditë feste për të folur për Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ju.